Organizata humanitare Dora e Rinis nga fshati Forin ka veshur me tesha të reja mbi 30 fëmijë dhe të rritur për festën e Fitër Bajramit. Gjatë marrjes së teshave të reja, të cilat u janë shpërndar sot fëmijëve, të cilët ishin nga grup moshe të ndryshme, në fytyrën e tyre vërejeshte buzëqeshja. Teshat e reja ishin siguruar nga një grup mërgjimtarësh nga rajoni Gostivarit me vlerë rreth 2.000 euro. Hasan Ibrahimi, drejtuesi i organizatës Dora e Rinis, bën të ditur se ky aksion humanitar tani më është ndërruar në tradicional pasi ka vite që ai organizon falëndimës së mërgjimtarëve. Ibrahimi shton se teshat të reja do ndahen edhe gjatë ditës së nesërme. Si çdo vit, edhe këtë vit shoqata janë humanitare Dora e Rinis në bashkëpunim me disa donatorë. Me ndihmën e Zotit shpresojmë që ato familje që na janë paraqit tek shoqata, t'u dalim në ndihmë dhe ti përkrahojmë me disa tesha për familje dhe të rritur. Ti ofrojmë teshat aty ku duhet për ato familje që na janë paraqit dhe që kanë nevojë për Fitër Bajram të gëzohen si të gjithë familje tjerë. Ne jemi një nga butiket që do t'i furnizojmë disa familje dhe të rritur. Shpresojmë të dalim së mirë së bashku. Ju falenderoj. Ndryshe, organizata humanitare Dora e Rinis gjatë gjithë muajit të Ramazanit ka zhvilluar me 10 aksione humanitare, përmes të cilave ka furnizuar me ushqim një numër të madh të familjeve nevojtare.